Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Tessin, mirëmëngjes, Tessin. Bonjour. Bonjour, Tessin, comment ça va? Tout bien? Ça va bien et tout? Bien, bien. J'ai étudié la français à l'université. Ah, elle étudie français à l'université, oui. Rudi, Et moi aussi. Ka një talent të jashtëzakonshëm që edhe për gjuhë që nuk I di, duke sigur I di, për shembull me turqisht. Allah'ın Gül inşallah zibidi. Neyse, Tessin mirëmëngjes. Si dukesh këtë ditë të martë? Ma duket si as s'kam qenë. S'kemi qenë mirë më. Mirë jeti. U bëra më mirë. Okej. U bë më mirë? Si ishte Si isha dhe aq mirë. Nice. Qa bëhet kështu, Tessin? Që kur shëndetësore, jo. smur isha, po. Qa kisha? Isha shtatzan. A mos spotallën, thjesht dua ta shoh aspektin shpirtëror ça mund të ketë duke ndodhur. U helmova, nuk e di Nga çfarë. çfarë u helmove? Po nga energjia e njerëzve. Nga energjia e njerëzve. Nuk e shumë procesove dot me stomakun tënd të dobët, ça? Stomaku im nuk është I dobët, helbimi ishte I fortë. Unë mbaj shumë ore, po kemi ardhur në kohë që Nuk po e është vështirë, procesoje vështirë. më emocionin dhe energjinë. Po, ose nga ndonjë gjë që kam ngrënë. Duhet pastrosh çike energji ndoshta dhe të mbrosh pak. Po tani na ke thënë me këto kristalet, me këto meditimet, me gjërat, me banjë shpirtërore, me banjë kështu. shpirtërore. Rënjëzime, S'kishim pas ujë në fakt për. ashtu. As S'kemi krip ujë. nuk ish, as Po pse me krip bëhet, ë? Po edhe me krip. Si ta bëj me krip? Pa më thuaj çik si bëhet kjo banjë shpirtërore me krip? Po për shembull me krip një herë mund të bësh atë gjën më klasike Që I fri krip, që e djeg Jo, krip, që s'u flas për krip. jo. Jo. Po si bëhet? Jo, se dhe ajo funksionon. Po duhet ta di personi ta bëj. Po funksionon ajo me me krip. Funksionon. Okej, duhet ta beshosh edhe ti që funksionon, për ndryshe asgjë nuk funksionon. Me krip për shembull, Jo, për shembull, jo, nuk është ashtu, Ha, Tesi, si për një është? sekond, se unë nuk duhet ta besoj që do më ndodhi diçka nëse nga këtu poshtë. Si? Nuk duhet ta besoj, them, që të ndodhi, nuk duhet ta besoj që nëse hidhem nga kati 11 që jemi poshtë, do Ja, vritem. ajo kupton? dihet E, pra, ajo dihet. E, pra ca gjëra pra dihen. Dihet që për shembull nëse vendos një Po shiko, zjarr kjo këtu do çështja e digjemi. kripës është pak edhe energji, e kupton? Kështu që energjia është vërtet o e beson ose beson. Po pra. Nuk është me faktin kurse të biesh nga pallati është fakt. Jo, shumë gjëra ndodhin edhe nëse nuk I beson. Që do vdesim për shembull do ndodhi beson ose Atë s'beson. është ajo vetëm gjë e sigurt në këtë E jetë. pra, shef, pra shumë gjëra ndodhin edhe po si beson. Okej, se këtu unë e ti ndryshojmë. Nëse kalojmë te gripa. Po, kalojmë te kripa, si bëhet Te me kripa. Ideja është për shembull e mban mend që në fëmijëri gjyshet tona, mamat tona merrnin një legen me ujë dhe hidhnin krip brenda. Po. Aty mund të hedhësh sot buke, mund të hedhësh pak tërshër që të ndihmon edhe për relaksim të Tërshëra? Po, të Shtera ndihmon pak shumë. gjoj këtë. Mund të bësh dhe banjo me e mbledh dhe tërshërën në nap, edhe mund të bësh banjo dhe të relakson shumë. Çfarë thua? Edhe kripa ndërkohë këtu tani edhe t'jep efektin relaksues për njerëz për shkakun që rrin shumë në këmbë, edhe mund të relaksojnë këmbët e tyre. Edhe të njëjtën kohë pastrojnë energjinë e tyre. Ore ti e mbosh vëlla, futu vëlla nuja ti e mbosh, dhe ujë me krip perl. S'mo ka ndodhur. Po edhe deti për shembull oqeani ndihmon shumë për të Oqeani. pastruar. Po mirë përmenda detin në oqean, se ka njerëz që jetojnë në oqean. Ndihmon shumë për purifikimin e energjisë dhe pastrimin, sepse është Tani uji kripa, edhe duhet të jetë krip deti apo mund të jetë krip Himalajesh, po themi kjo roz. Po e më qa kripe të Himalaja kesh, është në krip të trend, zez. Se Himalaja është vërtet është. Himalaja është krip e shtrenjtë. Ore Po, ka shumë ca e mirë. kompani kështu që bëjnë sigurisht krip Himalaja është, po hajde. Krip Himalaja nga Vlora. Ele po më. E ngushtove shumë atë motorën e kërkimit. Jo më Nese. se jo s'është në Vlorë. Ja më vetë për Çanci çka. ka. Mund të jetë më jug. Çanci ka. Po, kështu. Na fut në Azmëria Me krip, duhet ta provoj, po nuk më sqarove si ta bëj. Si është procedura? Si bëhet ajo me krip? Duhet vendos krip rreth vetes? Merr legenin. Ha, mama thuaj, po. Nëse do të bësh të Po, këmbëve për shkak. po. Marr Merr legenin. legenin me ujë të ngrohtë të nxehtë, se varet sa duro ti. Se shumë nxehtë ndoshta se përballon dot. Të vakët. të vakt. Jo, të vakët jo, se është ideja që për punë 2 minutash do të ftohet dhe do rish në ujë të ftohtë. Okej, pastaj, se do të rish mirë. maksimumi 10 minutë. Po. Se ideja është që ti të relaksohesh në fillim dhe pastrimi i energjisë është diçka ekstra. Unë e dija që Kupton? është e mirë për mykun kjo.
Ore shumë edhe për plagët, për të gjitha është shumë mirë ajo, se varet edhe për çfarë do ta përdorësh, se për shembull, nëse do ta përdorësh kur të vriten këmbët, të mirë është të hedhësh jod për shembull, aty brenda të ujit. Dhe të ndihmon shumë. Për shembull edhe krip është shumë e mirë. Po, edhe sot buka. Po, edhe ajo ndihmon shumë. Dhe kjo tani të bën që të, ku di. Po, edhe do fusësh këmbët aty, do hedhësh kripën, ku di unë çfarë se varet për çfarë do ta përdorësh. Po rish një 10 minuta. Do relaksohesh, të paktën. Nuk ka një lloj rituali tjetër të tipit Këtë mund ta bësh edhe në një tas të vogël për shembull, për ata që bëjnë banjë shpirtërore që e kuptojnë për çfarë flas. Mund të e hedh në një tas dhe në momentin e fundit, tim pasi ke bërë dush, domethënë procesi i fundit, merr atë tasin edhe e derdh ujin te trupi, duke menduar që ti po purifikon energjinë tënde. Në dash bën edhe një dush thjesht me ujë. Po gargar mund të bësh, është po dhe gargaret mirë për gryk. Jo, thash e kuptoj, po thash mos ishte pjesë e purifikimit. Jo, mund të bësh edhe këtë që mund të qëndrosh edhe si për kripës në pllakën e dushit, mund të vendosësh krip. Jo Himalaj, si kështu. Jo Himalaj, ore po pa të lek. Njeriu tha, jemi në drejtim. Mjafton dhe kripa e zezë ajo e jonë, me atë qesën. Dhe kjo purifikon, ë? Po, kripa ndihet. Mund të hedh për shkakun për të mbrojtur shtëpinë ose energjinë tonë në shtëpi. Po. Mund të hedhim një shirit kripe tek parvazi i dretares ose te parvazi i derës. Kjo bën që energjia negative mos të futet brenda. Mos hy. Po nëse do ta nxjerrësh energjinë që ka brenda shtëpia, cila do ishte një mënyrë për pastrimi i energjisë, e kemi thënë që do përdorësh tingu, jo muzikën, do përdorësh çfarë muzike të përdorim? Janë muzika me frekuenca të caktuara, mund t'i gjeni. Mos ato që do ta Alfred shefti që paska pas deri dikuaj. Jo, po absolutisht muzika, frekuenca e muzikës është e vërtetë që ndikon, ëh? Patjetër. Po muzika të ndryshon komplet humorin. Po të dalë një muzikë të trishtuar, do të trishtohesh edhe ti. E ke parë për shembull ca kështu që lagin vendin me raki, compound që për largimin e jo, këtë se di, po thjesht mbaj mend kur kam qenë fëmijë që shikonim në dasmë. Edhe raki. Jo, këtë se di, po mbaj mend për dasmë që hidhet ajo raki. Ore hedhin kështu një gjë domethënë, a ke parasysh Florida Water ndoshta. Po Florida Water. Lomi që lagje. Lëngu lomi. Jo, se kjo Florida Water është një ujë, domethënë si thua i bekuar, që përdoret për të pastruar shtëpinë. Po nuk është në Shqipëri, kuptoj që nga emri kuptohet. Edhe tash mos e kishe parë. Jo, realisht nuk e pa për shembull këtu në për dasma pra kam parë. Dasma ku di gjë. Dasëm po kam parë. Po nuk i di të gjitha. Jo, më duket se është për mbarllika, jo, më duket është për të larguar shpirt. Je raki, shpirti i keq. Nuk i di të gjitha. Edhe orizi pastaj hidhet për bekim, për bereqet. Sidomos kur ke pula. Shkojmë tek të na thuash ç'a bëhet, po do na thuash konkretisht sot. Sot nuk dua përgjithësime, sot dua ç'a bëhet me lekët, për javë me lekët. Tipik shqiptar. Dhe ç'a bëhet dashuri? Kto na duhen. Puna, se na ndjekin dhe më kanë thënë të lutem thuaj Tesi, dua aspektin financiar, aspektin romantik dhe aspektin shëndetësor, të lutem na i preki. Tani un kam marr letra me ëngjëj këtu. Edhe është çështja këtu. Që ëngjëjt e di si shohin këto gjëra, janë ku ka ngelur këta, domethënë sa shumë të evolojnë njerëzit, ta kanë ngelur te lekët. Leku është një frekuencë, që do thotë nëse ti në brendsinë tënde në radh pa nuk ka rëndësia punon apo s'punon. Domethënë po punove dje që do marrësh lek po. E kam fjalën nëse ti nuk ndihesh që je mjaftueshëm, nëse ti nuk ndihesh që je i begat brenda vetes tënde, të punosh ti nga mëngjesi deri në darkë, nuk e për të pas lek. Ose do bësh shumë lek, po ty do të vinë shumë gjëra që ato lek do të hiqin. Mos siç do e marrësh rrogën ashtu të nxjerrësh. Po më e rëndësishme është na thuaj, do vinë as do vinë lek, pastaj pse ç'a bëjmë? Po që e mirë me veten tënde patjetër që vinë lekët. Po çështja problemi tek ne si njerëz, kemi humbur kontaktin me veten tonë, prandaj nuk kemi jo vetëm të mira materiale, po edhe të mira shpirtërore, edhe të mira, ku di unë, njerëzore të tjera. Çështja është që ne kemi humbur totalisht. Më jep 1 milion euro dhe shive si bëhem unë. Do i harxhosh direkt, të them dikush që s'është mësuar me shumë lek i harxhon direkt ato, sepse sistemi i tij nervor nuk është mësuar me ato shumë para dhe do i gjej direkt vendin ku të çojë ato. Shikote, si varet se si i merr.
Ose varet se si I bën, nëse I bën. Po flasim me punë të ndershme, po 1 milion euro me punë të ndershme si e vështirë. E kjo është ky është shtrim diskutimi, në fakt që është bërë edhe në nivel psikologësh e psikiatrësh shumë të specializuar, I thonë shumica dërmuese e njerëzve mendojnë se po të kenë 1 milion euro do bëjnë namin. Jo. Kërkon ose shumë milion euro. Kërkon zotësi aftësi që ti menaxhosh ato. Absolutisht. E mani mend atë humori me Fadil Hasën nëse s'gaboj, që shihnin kështu për vit të ri, që japin një herë 100.000 lekë dikush një komshi. Po. Edhe bashkë me gruan e vet, ky po mendonin ata kishin shumë kalamajt. Domethënë aty te humori. Edhe I thot fillon gruaja me burrin, çfarë do bëjmë me këto 100.000 lekë? Aty u duk kështu shumë. Duke vrarë mendjen. Po, të blejmë atë dhe ata I zuaj shumë sikleti dhe shkuan aty komshiut I thanë 100 herë faleminderit që mi dhe 1000 herë faleminderit po mi morën mbrapsht. Dhe I kthyen mbrapsht. Kjo çfarë tregon? Sistemi atyre nervor ishin mësuar që s'kishin lekë. Tregon që është film. Çiko. Të tregon që është komedi. Jo, kjo tregon një gjë shumë më të thellë. E vërtet. Është për te shakave që ne bëjmë. Nëse edhe mua atëherë humor më dukte, por tani e rritur e shoh në aspektin tjetër. Prandaj jemi të varfër ne, jo se s'mundemi orë, po se s'duam. Ne si popull, sistemi nervor. Qasja. Ne si popull kemi shumë pasuri. Po flas shpirtërore, po flas energjetik, po edhe fizike kemi. Si I ke të gjithë me iPhone-in e fundit, I ke të gjithë me gjithë gjërat e të mira. Po problemi është këtu. Ne kemi mendsinë shumë të vogël. Nuk fokusohemi ta shumojmë atë pasurinë tonën personale, po fokusohemi si ti bëshim punë tjetër. Dhe kjo ty të afekton pasurinë tënde personale pastaj. Tash mos ndoshta besojmë shumë tek pjesa e manifestimit. Fake it until you make it. Blen iPhone-in, blen makinën, shpin kismet kur të kemi mundësi me bërë shpin. Shko, universi ose energjia nuk funksionon me fake it till you make it. Ore, dakord. Po nuk funksionon, nuk do të sjellë. Intereson edhe për energjinë. Shqiptari do dali kështu. Energjinë vete. Ky nuk është fenomen shqiptar që mos bëjmë bizada filozofike të fokusohemi çfarë na thon ato, po kjo pak a shumë dihet që vendet cilat nuk janë të pasura, që kanë njerëz vërtet pasur flas financiarisht, përgjithsisht mundohen që të marrin simbolet e të dukurit të pasur. Na thuaj pak me kartat. Ku jemi tani? Si do ta Të shenjat e zjarrit jemi? Të shenjat e zjarrit tokës. Nuk e di, a kemi kohë për të folur për secilin shenjë? Kemi 11 minuta. Mendon se mund kemi kohë? Të them nga një fjalë shpejt. Po, hajde. Ti ndajmë në toka kështu, toka zjarri. Jo, do doja të thoja veç se u bë shumë kohë që si kemi thënë veç. Hajde, po, okay, nga 1 minutë për secilin. Hajde. Dashi, së pari herë duhet të jetë shumë I sinqert me veten e vet. Qa do, qa s'do, sa para do të bëj, sa s'do të bëj, çfarë dashurie do njetë, rreth parë njerë duhet pyesi veten çfarë është paraja, me që më the për para. Duhet pyesi veten njerë çfarë simbolizon paraja dhe dashuria për dashin në fjalë, dhe pasi të jeti sinqert duhet të ndërmarrë disa aventura, domethënë të bëj ca nisma të reja, edhe duke bërë nisma të reja, duke qenë në lëvizje, dashit kjo gjë I shkakton oportunitete të reja për të marrë ose për të rrequr para, por njëkohësisht edhe për të njohur njerëz të ri dhe ndoshta dashurinë. Për ato që janë single. Për ata që janë single, patjetër, ata që e kanë dashurinë, të luten, të shtohet dhe të jenë mirënjohës për dashurinë që kanë, për të mirat që kanë, edhe pse jo, të jenë dhe mirënjohës për ato gjëra që do vinë. Një pyetje shpejt, dashi është më tepër sipërmarrës apo punëtor? Punonjës. Sipërmarrës. Faleminderit. Është shenjë kardinale, është lider. Do të dëgjosh ti edhe. Jo, është lider. Besojmë ne dhe tani hapim nip direkt. Dashi është lider. Është lider, Po. Shenja e parë është lideri I parë. Bëhet fjalë. Tani Demi. Le mos e thuaj Demi çka. Demi do filloj fillime të reja. E kërkoja shumë sa I doli. Oh my god. Demi do filloj kapituj të ri. Tani sot është dita fundit e sezonit të vet. Kështu që çka ke pas me mësu këtë muaj Dem, këtë sezon e ke mësuar. Tani me ato gjëra që ke mësuar vëri në praktik, vëri në zbatim dhe fillon një kapitull të ri. Po në këtë kapitull të kërkohet që të jesh shumë kreativ, të bësh diçka ndryshe, të bësh diçka të re. Dhe kjo gjëja që ti do ndryshosh në rutinën tënde për ditëshmërinë tënde, disave do ju sjelli dashuri, disave do ju sjelli qetësi, gjëra të mira, por mbi të gjitha bollok, dhe jo thjesht bollok financiar.
financiar, për bollok emocion. Idoli më shumë e kërkoj. E shiko të përgjigjen në ngjit. E shikon. Fillo sezoni. Hajde. Në sezonin e binjakëve duhet të bëni diçka ndryshe që të merrni të mira, jo vetëm materiale. Erdi. Por edhe punoni. Do direkt I drek tashin mjes. Do na japë. Hajde vëlla, japni dark light. Shiko se po more lek dua në qerasje, unë ta dish. Absolutisht, më do t'jap përqindjet, s'vet fjalë. Jo, ma ja I qerasjes dua. 0.4% hiçit. Tani kalojmë tek binjakët. Binjakët duket sikur kanë kaluar këtë moment një gjë të sikletshme dhe duke qenë se dhe nesër fillon sezoni I tyre, mund të ndihen pak kështu si të sikletosur, për ideja se janë pak binjakët, akoma se kanë marrë veten këtë vit, shpresoj ta marrin sezonin e tyre. Duhet të shkëputen nga gjërat që po I ndodhin, edhe të shikojnë gjërat me një perspektivë tjetër dhe të fillojnë të jenë më të mirë me veten, më të mirë me tjerët, më të mirë me gjërat që I kanë ndodhur në të shkuarën, të tregohen pak më të butë dhe duke u treguar më të butë, avash do I vi qartësia, sepse për momentin binjakut më shumë se çdo gjë I mungon qartësia se çfarë do bëj, ku do shkoj, sepse binjaku nuk zë vend. Është si në një luftë të brendshme të vazhdueshme që çfarë do bëj, ku do shkoj, është pak Haxhi Pishmani, kështu që make sense dhe në sezonin e tij kërkohet që të lidhen me qartësinë. Dhe kjo qartësia pastaj do I ridrejtojë në një rrugë që do I sjellë gjërat që duan. Sepse binjakët nuk janë ashtë fokusuar tek leku sa është demi. Duhet. Njërat janë fokusuar te leku I demit. Tani kalojmë te gaforja. Gaforja, kujdes çfarë thu këtu të lutem, se është periudhë rrezikshme. Gaforës një herë I ka dalur kryeëngjëlli Kamuel dhe është kryeëngjëlli I dashurisë dhe I bukurisë dhe duhet të lidhet. Gaforja një herë duhet lidhet me emocionet e veta, duhet lidhet me hapësirën të zemra, me heart chakrën, pra me chakrën e zemrës, ja. Ko. Edhe duke u lidhur me zemrën, me emocionet e tyre, do kenë mundësi të lidhen me qendrën, me shpirtin, me rrënjët e tyre dhe duhet I kujtojnë vetes që duhet të bashkëpunojnë me jetën, apo me ëngjëjt e tyre, me Zotin, me universin, pra nuk duhet të ndihen të vetmuar dhe të mbyllen tek ajo guaska e tyre, po duhet të dalin jashtë guaskës dhe mbi të gjitha të bëjmë pak qef, sepse vitet e fundit kanë qenë shumë të rënda për gaforet dhe duhet I kujtojnë vetes që jeta nuk është vetëm vështirësi, nuk është thjesht detyrat përgjegjësi që ti ke, por është edhe ai është kriminaliste tani, po ideja është po flasim për gaforet. Ai është gaforja më e rëndësishme në Shqipëri. Të tjerët janë. Po, edhe ajo gaforja duhet të bëjë një pauzë. Duhet të bëjë një pauzë, duhet të bëjë pak qef. Patjetër. Pa. Duhet të bëj pak qef. Ne vazhdojmë. Kështu që gaforja bashkëpunon me universin edhe lejoje veten të bësh pak qef. Tani vazhdojmë me Luanin. Luani duket sikur do I vinë oportunitete të reja. Dhe këto oportunitete të reja do I japin më shumë mundësi Luanit që të lehtësohet, të qeshi, të ketë momente me njerëzit e zemrët, të ketë momente me kolegët, të ketë momente mes njerëzve, është ideja, sepse Luani është gjithmonë mes njerëzve, mes turmës, kështu që do ketë shumë oportunitete këtë periudhë me kalu gjëra shumë të mira dhe kjo gjë nuk do sjellë vetëm të qeshura apo gëzim, po do sjellë edhe një lloj paqe, një lloj qetësie sikur I kishte munguar Luanit gjithë të kohë. Tani si përkthehet kjo, sepse njeriu kur kalon tek energjia e paqt dhe I qeshur apo e gëzueshme, këtu pastaj lind ajo oportuniteti më I madh, dhe këtë tani nuk po e them vetëm për Luanin, e kam për gjithë, nuk ka rëndësi se çfarë shenje janë. Lind oportuniteti ti për të tërhequr edhe më shumë të mira materiale, edhe më shumë të mira shpirtërore, edhe psikologjike, edhe mendore. Pra, arsye, do më si bia Chelsea që ti të tërheqësh sa më të mira, Rudi, është ti të jesh mirë me veten tënde. Po nuk që e mirë, fillo smurësh pastaj, se energjia mbi ngarkohet në trupin tënd, edhe nuk tërheq dot, kështu që nëse do të bësh lek, do u mirë me veten tënd. Se rizi smur thot ai. Unë jam I smur. Kush smurtu? Plaka.
Tani kalojmë tek Virgjëresha. Po. Virgjëresha njëherë duhet të ndërgjegjësohet për çdo gjë që shkon apo nuk shkon në jetën e vet dhe ta pranojë ashtu siç është. Të pranojë atë që mund të ndryshojë dhe atë që s'mund ta ndryshojë, ta pranojë përsëri dhe të nesërmen të fillojë të ndërmarrë nisma të reja për të njohë veten me kjo mënyrë. Më shumë të pranoj veten se sa ta njohi veten dhe duhet të jenë shumë të duruar. Duhet të jenë shumë të duruar që gjërat nuk ecin në ritmin e tyre sepse kanë një vorbull energjetike shumë të ngarkuar edhe gjërat nuk po I shkojnë aq lehtësi sa ata do donin ose gjërat I vonohen, I komplikohen dhe kjo patjetër që sjell frustrim, sjell siklet, sjell lodhje psikologjike, energjetike dhe fizike. Kështu që këta duhet të tregohen shumë të duruar me veten e tyre, me jetën, po dhe me rrethanat që ndodhen dhe t'i kujtojnë vetes që kjo është thjesht një fazë dhe do kaloj dhe duhet të sjellin më shumë dritë në shpirtin e tyre, në zemrën e tyre, në jetën e tyre dhe të mbajnë shpresën të gjallë, që gjërat nuk do marrin fund kështu, gjërat do ndryshojnë, do vinë një sezon tjetër, gjërat do bëhen më mirë, por sigurisht këta duke u treguar të duruar me veten kur gjërat nuk janë të mira dhe mbi të gjitha të vazhdojnë të jenë gjeneroz sepse ai gjenerozitet që ata kanë tërkohës me të tjerët, rreth par njëherë duhet kujtojnë vetes që duhet ja japin vetes dhe me patjetër pasi gjithë kjo gjë të kaloj, gjithë kjo gjullurdi, ajo gjë gjeneroze që ata I kanë dhënë të tjerëve do I kthehet atyre. Dhe se si do I kthehet, secili prej virgjëreshës e di vet. Tani kush është? Tani është peshorja. Peshorja njëherë duhet të përqafojë frekuencën e pranueshmërisë. Edhe peshorja ka një problem për të përqafuar gjërat. Doktori është peshore, doktor Berisha. Se dia. Po. Edhe duhet të pranojë çdo gjë ashtu siç është dhe momenti që ne pranojmë jetën tonë ashtu siç është apo realitetin tonë ashtu siç është, ky është momenti magjik që ne mund ta ndryshojmë jetën tonë, sepse pa e pranuar si është, nuk bën dot asnjë ndryshim dhe nuk kanë paqe me atë dhe duhet të ftojnë gëzimin në jetën e tyre dhe të kenë pakës mëshirë për veten që po e shterojnë energjetikisht, emocionalisht dhe psikologjikisht sepse peshorja është gjithmonë mes njerëzve dhe nuk ti thot kur stop kësaj gjëje edhe në momentin kur është I mbi ngarkuar. Pra duhet marrë pak kohë për veten e tij dhe të kujdeset dhe të bëj pak qef për vete jo se si do duket para syve të tjerëve. Tani kalojmë te Akrepi. Akrepi duket sikur do marrë një zgjedhje, do bëj një zgjedhje të vështirë, por për ta bërë këtë zgjedhje I duhet që të bëj një reflektim të thellë të brendshëm dhe të kuptoj që duhet të jetë I dedikuar, I devotshëm dhe I disiplinuar për të realizuar këtë zgjedhje që do bëj. Akrepi ishte shumë I thjeshtë, kishte shumë të qartë mesazhin. Sa Akrepi është pak kështu si fshehur, e kupton? Thotë kaq dua unë të flas. Kështu e ka shumë të qartë Akrepi që merr një vendim, fokusohu, rrënjëzohu, qartësohu, je I dedikuar, I disiplinuar edhe vazhdo përpara. Tani kalojmë tek shigjetari. Shigjetari duket sikur kohët e fundit I ka humbur pak shpresat, por kjo periudhë do jetë një periudhë që do I sjellë shpresën përsëri, sepse si thon shpresa vdes e fundit. Dhe duke mbajtur shpresën të gjallë, shumë gjëra do ndryshojnë. Dhe duhet të jenë vulnerable, që do thotë duhet të jenë shumë të vërtet me veten e tyre. Qëse një rrugë ka marrë fund, duhet I japin fund, qëse një marrëdhënie ka marrë fund, duhet I japin fund, qëse mendojnë që një punë I ka arritur ai fundi, duhet ta lënë atë punën dhe t'i japin hapësirë vetes për diçka të re, diçka më të mirë, diçka që ata I gëzon, sepse përndryshe do vazhdojnë të jenë edhe më gjatë në këtë burgun imagjinar në të cilin ndodhen momentalisht dhe duhet të ftojnë pak bukurinë më shumë në jetën e tyre, që do të thotë gjërat e mira, gjërat luksoze, mund të udhtojnë gjithashtu, por për disa më shumë do jetë udhtim I brendshëm se sa një udhtim fizik. Tani kalojmë te Bricjapi. Te Bricjapi.
Idoli i kryeëngjëlli Uriel, që është kryeëngjëlli që lidhet me diturinë dhe spiritualitetin. Tani që kanë shumë dije bricjapët këtë e di, po prap vazhdoni kërkohet të lutem lidhuni me atë shpirtërore brenda jush. Është krijuar ideja që bricjapët nuk janë shpirtëror nga që janë të fokusuar shumë te puna, fakt është shumë e gabuar, sepse bricjapi është shumë i lidhur me spiritualitetin, po thjesht është një anë e tyre që ata nuk e pranojnë te vetja e tyre, po ta pranonin do bënin më shumë lek. Dhe duhet të shikojnë sinkronicitetet në jetën e tyre, shenjat ose mesazhet që i dalin tërkohës, disa për shembull mund të kenë mesazhe tërkohës që i jepen mbi dashurinë, sepse dihet që bricjapi është i fokusuar tek puna dhe disave nuk i hecën shumë në dashuri. Si është ajo shpreha, kush ka fat në dashuri, nuk ka fat lek, kush ka fat në lek. Edhe ideja është që duhet të jenë të fokusuar pak edhe tek ana shpirtërore, sepse gjërat do i shkojnë më mirë si për dashurinë, ashtu edhe për punën, apo edhe gjërat e tjera, familja, idetë e tyre, sepse shoqër Zotit kanë ide pafund, duke qenë se janë. Po janë shenjë kardinale dhe ato, që do të thotë janë lider. Shenjat lider, për ata që se din, është dashi, gaforia, peshorja dhe bricjapi. Gaforia janë liderat, po. Ta janë liderat. Unë zeshtu bën nomin. Tani kalojmë tek ujori. Ujori njëherë duhet i dorëzohet jetës pak rëndësi ka se çfarë rrethane ndodhet tani, domethënë dorëzim në kuptimin ta pranoj ashtu siç është, jo të dorëzohet e thotë nuk çohem unë më tani, dhe të ngjalli kuriozitetin për të eksploruar më shumë, për të kuptuar më shumë nga vetja, për të kuptuar më shumë nga jeta dhe për të njohur gjëra të reja apo për të provuar gjëra të reja, sepse duke provuar gjëra të reja, duke hapur dyer apo dritare të reja, do vinë oportunitete më të mira, oportunitete që do i sjellin ujorit më shumë kuptueshmëri mbi gjërat se si i ka ndodhur, kuptueshmëri se si do ndodhin gjërat, apo edhe për t'i dhënë vetes një shans për t'jetuar të çliruar pa barrat e botës, sepse duke qenë që ujori është një shenjë shumë humanitare, shpesh herë harron veten e tij dhe bën shumë për të tjerët, po harron të kujdeset për veten se s'ka më energji për veten e vet. Kështu që ujor, të lutem, dorëzoju jetës tënde të panjohurës dhe lejoje kuriozitetin të çojë në rrugë të reja që mund të sjellin të gjitha gjërat që ti dëshiron. Tani tek e fundit është peshqit. Çfarë thonë letrat për peshqit? Mirë, si duket situata peshqve? Peshqit patjetër që kanë lidhje me emocione dhe shpirtërore në tyre, duket sikur ka ndodhur një gjë me peshqit tani, dhe këta duhet të marrin një vendim dhe të besojnë në gjykimin e tyre të brendshme që kjo gjëja që ka ndodhur është e mirë apo e gabuar, është e drejtë apo e gabuar, dhe pasi të marrin këtë vendim, këta do fillojnë të kërkojnë kush është qëllimi i tyre në jetë, kush është qëllimi i tyre në familje, në punë, në dashuri, domethënë e kanë shumë shpirtërore peshqit mesazhin sot, dhe pasi të fillojnë të lidhen me qëllimin e tyre, kush është their purpose në këtë life, do fillojnë të kenë aspirime të reja, do fillojnë të kenë imagjinat, do fillojnë të kenë vizione, sepse peshqit janë të lidhur totalisht me botën shpirtërore dhe me këtë botën e magjishme, kështu që duhet ta ftojnë më shumë këtë botë magjishme dhe shpirtërore në jetën e tyre dhe gjërat do shkojnë më mirë. Super, me peshqit. Me peshqit. Faleminderit. Ditë e fundit sot e Demit, Po, është dita e fundit. Hajde paçi fat me binjakët me keni. Unë uroj që të kem fat me binjakëve personalisht. Tesi të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju. Si gjithmonë mrekullueshme.